Nëse Perëndia s'është në diçka, s'do të funksionojë. Dhe nëse është, atëherë do të funksionojë dhe askush nuk mund ta ndalë. Dhe kështu ne duhet t'i mbajmë sy tek Perëndia dhe jo tek njerëzit. Të gjithëve u pëlqen mesazhi Beteja i përket Perëndis. Por unë dua të përmend që në fillim se fakti që beteja i përket Perëndis nuk do të thotë se ne duhet të rrim dhe të mos bëjmë asgjë. Ndërkohë që Zoti bën absolutisht gjithçka. Dhe kështu do të mësoni disa gjëra ndërsa lexojmë te 2 Kronikave, kam studiuar shumë këtë, kam predikuar mbi të shumë herë. Do të jemi tek 2 Kronikave 20 sot dhe do ta nxjerrim në ekran që ta shihni ose mund ta shihni në Bibël që mua më pëlqen kur e bëni. Mbas këtyre ngjarjeve ndodhi vargu 1 që bitë e Moabit, bitë e Amonit dhe të tjerë me ta së bashku me Amonitët erdhën të luftojnë kundër Jozafatit. Ka shumë it në dhjatën e vjetër. Të gjithë ishin it të ndonjë lloji. Dhe më në fund zbulova se ne të gjithë kemi firmën tonë të itëve. Kemi varfëritët, sëmunditët, kemi njerëzitët, të kaluaritët, komshit grindavec, bosit e këshinj, konfuzonitët, kemi edhe vetmitët, dhe unë mund të vazhdoj. Dhe sa herë që ne kemi një armik që vjen kundër nesh, jo gjithmonë bëjmë gjën e parë që duhet të bëjmë. Gjëja e parë që duhet të bëjmë sa herë që kemi një problem, apo që një armik vjen kundër nesh, gjëja e parë që duhet të bëjmë është të kërkojmë Perëndin. Shpesh ne shkojmë tek njerëzit, dhe nuk është gabim të shkosh tek njerëzit, por unë s'do të shkoja tek asnjë person për këshill pa pyetur së pari Perëndin nëse ai është personi ku duhet të shkoj. Sepse sinqerisht ka shumë njerëz që i pyesim se çfarë duhet të bëjmë, por që nuk e dinë se ç'po bëjmë vetë. Dhe kështu do t'jetë më e mençur të kërkojmë Perëndin. Ndoshta ai nuk do që të shkojmë tek dikush. Ndoshta ju keni shkuar shumë gjatë tek njerëzit dhe tani është koha të mësoni si të dëgjoni nga Perëndia. Amen. Ndoshta sa herë që ju duhet një shkrim, nuk ka pse të merrni një mik e ta pyesni ku është ai. Ndoshta ju duhet të gërmoni pak më thellë dhe ta gjeni vetë atë. Sa më shumë të punoni për diçka, aq më shumë nxirrni prej saj, aq më shumë e mbani mend. Më kujtohet kur fillova të jepja mësime para se të kishim internet dhe kaq shumë informacione sa kemi sot. Po ju them diçka, studimi në atë kohë ishte projekt më vete. Vërtet, ne kishim Bibla dhe unë kisha Biblën e studimit dhe kisha një fjalor të madh dhe kisha referenca dhe po them studimi më merrte orë të tëra. Por e dini, nuk jam penduar për ato kohë, sepse në fakt ato më dhanë një themel të fortë në fjalën e Perëndis. Dhe tani është shumë e volitshme që jam në gjendje që thjesht, e dini, të mos e hap pasqyrën e lëndës për të gjetur faqen ku është një shkrim. Tani thjesht shkruajmë në kompjuter atë që na duhet dhe ajo del vetë në çdo version të mundshëm që ju dëshironi. Por ndonjëherë ju bën shumë më mirë të gërmoni pak, se sa thjesht të klikoni në kompjuter. Amen? Dhe gjëja e parë që duam të bëjmë është të shkojmë tek Zoti. E të shkojmë tek Zoti për çdo gjë. Jozafati e dinte këtë. Kështu tek 2 Kronikave 20, vargjet 2 dhe 3. Kështu erdhën disa të informonin Jozafatin, duke thënë, një shumicë e madhe është nisur kundër teje që për te i detit nga Siria, ja, tani ata janë Hatsatson Thamar, që është Engedi. Tani, duhet i kushtoni vëmendje kësaj, sepse vendi ku armiku ishte mbledhur kundër ti, emri i këtij vendi ndryshohet në fund të historisë. Dhe domethënia e tij tani nuk është shumë e këndshme. Por ndonjëherë, vendi juaj betejës bëhet vendi juaj bekimit. Forca. Ndonjëherë, vendi ku duhet të luftoni me armikun tuaj bëhet vendi i bekimeve më të mëdha në jetën tuaj. Sa nga ju kanë mësuar më shumë përmes kohëve të vështira se sa përmes çdo gjëje tjetër në jetën e tyre? Mirë.
Përse nuk mund ta falenderojmë Perëndin për atë vend ku jemi? Jetojmë duke ecur përpara, por e kuptojmë jetën mbrapsht. Vetëm kur kthejmë kokën pas, e kuptojmë. Më pas thuhet në vargun 3, atëherë Jozafati u trëmb. Ai ishte njësoj si të tjerët. Kur marrim ndonjë lajm të keq, kur armiku vjen kundër nesh, gjëja e parë që vjen në zemrën tonë është frika. Gjithë këto raportime të këqija për atë që do të ndodh, po shihni se ç'bëri ai dhe filloi të kërkojë. Ai mori një vendim. Filloi të kërkojë me vendosmëri Zotin. Thoni ai ishte i vendosur. Si një nevojë jetësore. Më pëlqen ta marr këtë ngadalë ta studioj sepse ai e dinte se të kërkonte Perëndin atë situatë nuk ishte thjesht diçka që ai mund ta bënte vetëm po të donte. Ai e dinte se kjo ishte një nevojë jetësore që të dëgjonte nga Perëndia për të mposhtur armikun. Atëherë Jozafati u trëmb dhe filloi të kërkojë Zotin dhe shpalli një agjërim në gjithë Judën. Kështu, këta njerëz po bëheshin serioz. Ata donin që Zoti t'u fliste. Kam folur për udhëheqjen hyjnore dhe se si të dëgjojmë nga Perëndia. Thjesht do të them ja dy gjëra në këtë takim për këtë. Kur na duhet të bëjmë diçka apo të kalojmë një situatë, apo kur Perëndia na thërret për diçka, ai mund të na japë dhuntinë e besimit. Dhe dhuntia e besimit shkon përtej besimit të zakonshëm dhe na aftëson të bëjmë diçka apo të hedhim hapin për diçka që në fakt do të na friksonte shumë, por që na duket si diçka e vogël normale për ta bërë, sepse Perëndia na ka dhënë besimin për ta bërë. Dhe unë nuk e kuptova këtë për shumë vite, por Perëndia më ka dhënë mua dhe David një dhunti besimi. Nuk e keni idenë se sa shumë parana duhet të kemi çdo muaj. Dëgjoni, duket bukur, Joyce është në televizion në 2/3 e botës dhe jepet në 105 gjuhë apo nuk e di sa janë dhe ka 26 zyra dhe të gjithë thonë po. Por çdo gjë ka një çmim. Dhe çështja është se ne nuk kemi borxhe. Faturat paguhen të gjitha. Kur s'kemi marrë para borxh, nuk kam paguar sikur 1 cent interes për gjithë këto vite që kam qenë në shërbes. Dhe mësova si të besoja Perëndis për parat. Shumë ko më parë. Kur në kuptimin e plotë të fjalës, po i besoja atij edhe për veshje, edhe për tigan, edhe për sfungjerenësh, se kuptoja se çfarë po ndodhte në jetën time. Nuk e kuptoja as pak, por tani e kuptoj dhe nuk kemi asnjë shqetësim të tillë. Në vitin 2008, kur ndodhi një lloj rënje financiare në bursë, shumë njerëz e ndërprend dhënien e parave dhe djali im i madh, Davidi, e ndjeu këtë rënje me misionet. Ai tha: "E po ti nuk shqetësohesh, a nuk je shqetësuar për këtë?" Dhe unë i thash: "Jo." Dhe ai tha: "Pse?" Unë i thash: "Nëse Perëndia do që unë të vazhdoj, ai do të siguroj. Nëse ai ka mbaruar, atëherë dhe unë kam mbaruar. Sepse unë s'do të punoj pa të gjithsesi." E dini, tani jam e sigurt se nëse kemi pasur një rënje, unë mund të mos e kem pritur dhe aq mirë, por kjo është e vërtet, nëse Perëndia s'është në diçka, ajo s'do të funksionojë. Dhe nëse është, atëherë do të funksionojë dhe askush nuk mund ta ndalë. Dhe kështu ne duhet i mbajmë sy tek Perëndia dhe jo tek njerëzit. Kështu, ndonjëherë Perëndia do t'u jap një dhunti besimi për të bërë diçka. Dhe njerëzit e tjerë që ju rrethojnë nuk e kuptojnë këtë. Dhe kjo është arsyeja pse ata ju shohin sikur ju ka shkar mendja fare dhe thjesht do t'ju thonë: "O, nuk mund ta bësh këtë, s'duhet ta bësh", por kapuni tek Perëndia. Amen. Paqja do të vijë në lidhje me atë që duhet apo s'duhet të bëni. Një takim i rregulluar në mënyrë hyjnore me dikë mund të sigurojë atë që keni nevojë apo do të hap derën e duhur për ju. A keni pasur ndonjë përvojë ku keni takuar personin e duhur dhe ju është dukur diçka e çuditshme që e keni takuar në atë kohë dhe që ai ka pasur aftësinë të bëjë pikërisht atë që ju keni pasur nevojë? E shihni?
Quhet ndërhyrje hyjnore e Perëndis në jetën tonë. Ndonjëherë, Perëndia do t'ju përplas një derë në fytyrë. Pavarësisht sa shumë përpiqeni, nuk mund ta hapni dot, askush s'mund t'ju ndihmoj. Ajo derë nuk do të hapet sepse nuk është ajo që Perëndia dëshiron të bëni. Ndonjëherë rrethanat janë të tilla që nuk keni ndonjë zgjedhje tjetër. Është e vetmja mundësi e hapur për ju. Kështu ose bëni atë, ose nuk bëni asgjë. Kur Perëndia më thiri të predikoj, ndjeva se ai më tha se duhet t'ua predikoja fjalën të gjithë njerëzve. Kështu që unë kur nuk ndjeja sikur kisha vetëm një shërbes për gra, apo se duhet t'u predikoja vetëm grave. Sidoqoftë, s'po bëja ndonjë gjë të madhe dhe më ishte ofruar mundësia që të jepja mësim në takimin e grave një herë në javë në Kish. Mirë, s'doja ta bëja sepse nuk mendoja se kjo ishte ajo që Perëndia më kishte thirrur. Shkova tek Perëndia dhe i thash, s'dua ta bëj. Por pastaj kuptova se nuk po bëja asgjë tjetër. Kështu, nëse kjo ishte vetmja derë e hapur, atëherë them sinqerisht ishte dera ku duhet të hyja, sepse aty u bëra asistente pastorit, bëja shumicën e predikimeve kur nuk ishte pastori, jepja mësim dhe aty filloi edhe shërbesa ime. Dhe kështu ndonjëherë rrethanat tuaja do t'ju tregojnë se kjo është e vetmja gjë që mund të bëni, kështu që bëjeni. Kaq do të them sot për të dëgjuarit nga Perëndia. Nëse doni më shumë, e jani përsëri. Mirë, tani. Gjërat që ne shohim se bën Jozafati janë interesante dhe ne shohim se si ai shkoi të kërkonte ndihmë nga Perëndia. Dhe kështu, gjëja tjetër që do të shohim se ai bën është se i thot Perëndis sa i mrekullueshëm është, se sa i mahnitshëm është, dhe se sa i fuqishëm është, dhe se si asnjë armik nuk mund ta mposhtë. Ai nuk i ka kërkuar asgjë, nuk i ka folur për problemin. Ai në këtë çast thjesht nuk e di, ndoshta ai ishte një lloj psikologu frymëror, por po fliste për anët e mira të Perëndis, në atë çast me qëndrimin e tij. 2 Kronikave 24 deri në 6. Kështu ata të Judës u mblodhën për të kërkuar ndihmën e Zotit, dhe nga të gjitha qytetet e Judës vinin për të kërkuar Zotin. Kështu këta njerëz nuk shkuan thjesht disa blloqe më tej për të kërkuar Zotin, por u mblodhën nga të gjitha qytetet e Judës, vinin për të kërkuar Zotin me gjithë zemër. Më pëlqen kjo. Duke e kërkuar Zotin me gjithë zemër. Mendoj se në shoqërinë ku jetojmë sot, jo të gjithë sigurisht, ka shumë besimtar të përkushtuar, të mirë e të fortë. Por unë mendoj se në shumë raste, marrëdhënia e disa njerëzve me Jezusin është thjesht pak si shumë e rastësishme për mua, dhe njerëzit nuk duan të sakrifikojnë shumë për t'i shërbyer Perëndis. Të gjithë duan të paguhen për çdo lëvizje që bëjnë. E dini, nëse Perëndia më jep një këngë dhe ti e këndon, më mirë më paguaj shumë ose të hedh në gjyq dhe gjëra të tilla që nuk më pëlqejnë. Është si të gjithë duhet të marrin një pagesë, të gjithë duhet të trajtohen siç duhet, dhe nëse ke shkruar një këngë dhe këtë bën për të jetuar, nuk po them se nuk duhet të paguhesh, por a nuk do t'ishte marrëzi që nëse dëgjoja dikë të predikonte një nga mesazhet e mia, ti shkoja me faturë, pastori juaj do ta bëj këtë mesazh. Deri në takimin tim të nesër mund do të kem edhe disa mesazhe. Dhe kështu, ky duhet jetë një kompliment për dikë. Jo diçka që duhet të bëj zhurmë. Jeni të gatshëm të sakrifikoni në shërbim të Zotit. Gjithmonë jeni gati të dilni vullnetar për të bërë gjëra. Jeni të bekuar nëse mund t'i jepni Perëndis sa nga koha juaj dhe shërbimi dhe dhuntit dhe të mos i kërkoni atij asgjë. Dhe kërkoni Zotin me gjithë zemër. Jozafati u ngrit më këmbë në mes të asamblesë së Judës dhe të Jeruzalemit në shtëpinë e Zotit përpara oborit të ri, dhe ai tha: dëgjoni me vëmendje se si flet me Perëndin, sepse për mua ky është thelbi i kësaj.
O Zot Perëndia i jetërve tanë, a nuk je ti Perëndia që është në qiell? Po, ti sundon mbi të gjitha mbretëritë e kombeve. Dhe në duart e tua janë forca dhe fuqia dhe nuk ka njeri që mund të rezistoj. Po bëhet më intensive apo jo? E dini, është njësoj si kur një nga fëmijët tanë vjen në shtëpi dhe sa po hyn të thot, mami, a mund të më japësh $1.000? E po, shanset janë që të marrë një jo. Por, nëse hyn në shtëpi, o, ti e mamaja më e mirë. Ti je shumë e bukur, mami, je e mahnitshme, a mund të përqafoj, të dua shumë, a ka diçka që mund të bëj për ty? Dhe, e di, unë mund të ndihmoj për të bërë ndonjë punë, nuk ka asnjë tjetër si ti. Dhe ndoshta është aq i zgjuar sa të largohet për 30 minuta e të kthehet, mami, a mund të më japësh $1.000? Ndoshta edhe po të duhet të shkoja ti të riqja në 20 vende, do t'ja jepja. A e kuptoni për çfarë po flas? E dini, atyre u interesonte Perëndia, nuk u interesonte thjesht ajo që ai mund të bënte për ta. Do ta them përsëri këtë, atyre u interesonte Zoti. Su interesonte thjesht ajo që ai mund të bënte për ta. Tani, mendoj se nëse ju intereson vërtet Perëndia, ju e kërkoni atë edhe kur nuk keni ndonjë problem. Pa aq shumë sa kur keni ndonjë problem. Ja një shembull i njeriut që adhuron Perëndin para se t'i paraqes problemin. Mateu 8:1-3, kur Jezusi zbriti nga mali, turma të mëdha e ndiqnin. Dhe ja një lebroz erdhi, u përul para tij dhe adhuroi duke thënë, o Zot, po të duash ti mund të më shërosh. Pra ai u përul, duke nënkuptuar admirim dhe adhurim para se të kërkonte diçka. Nuk mendoj se do t'i bënte keq ndonjërit nga ne, sikur 3 apo 4 herë në ditë, ta ndalnim atë që po bënim, kudo në çdo vend. Dhe Zot, unë të dua ty. Kam nevojë për ty. Faleminderit që je me mua sot. Unë thjesht dua që ti të dish se nuk jam asgjë pa ty. Unë të dua. Pastaj të ngriheshim dhe lavdi Zotit që mund të ngrihem. Thjesht Në 2 vitet e fundit kam vënë 2 kocka të reja. Oh, tani jam si një grua bionike. Është e mahnitshme ajo që bëjnë mjekët me pjesë të reja. Dy Kronikave 27 deri në 11. Ai vazhdon. Mendoj se ky është i zgjuar. A nuk e qen ti, Perëndia ynë? Dua të vini re sa hera i thot ti dhe jote, që ke dëbuar banorët e këtij vendi përpara popullit tënd të Izraelit, dhe ja ke dhënë për gjithnjë pasarzve të mikut tënd, Abraham. Ata kanë banuar aty dhe kanë ndërtuar një shenjtërore për emrin tënd, duke thënë: në rast se na godet një fatkeqësi, shpata, gjykimi apo murtaja ose zja e bukës, ne do të paraqitemi përpara këtij tempulli dhe përpara teje, do të klithim ty nga fatkeqësia jon, ti do të na dëgjosh dhe do të na vish në ndihmë. Ai tashmë kishte thënë: Perëndi, ti je i mrekullueshëm. Të përkasim ty, jemi njerëzit e tu. Kjo është toka jote, ne jemi prona jote, dhe ky është tempulli yt. Tani ai më në fund po bëhet gati t'i thotë se ka një problem. Por shihni gjërat që ai ka bërë përpara se të bënte këtë. Pyes veten se sa njerëz janë në këtë sallë apo na shohin në ekran që i qasen Perëndis në këtë mënyrë. Kur kanë një problem. Apo thjesht i thonë: o Perëndi, duhet të më ndihmosh për këtë. Më duhet ndihmë, Perëndi, nuk mund ta adhuroj më këtë gjë. Ne të paktën mund të fillojmë kështu: faleminderit Perëndi për bekimet e tua. Perëndi, un kam një problem dhe më duhet ndihma jote. Dhe ju them të vërtetën, sa herë predikoj për këtë, ndiej qortim. Sepse ne bëhemi kështu, ndonjëherë harrojmë se lavdërimi është më i rëndësishëm se kërkesa. Amen.
Dhe sigurisht adhurimi shkon shumë më thellë madje edhe se lavdërimi. Dhe ja tani, bijt e Amonit, të Moabit dhe ata të malit Seir në territorin e të cilve nuk e lejove Izraelin të hynte, kur ata po dilnin nga Egjipti, prandaj ata qëndruan larg tyre dhe nuk i shkatëruan, kështu ai po thot. Ata mund të ishin shkatëruar shumë kohë më parë dhe s'do të na kishin shqetësuar më, por le të kujtojmë që ti nuk i lejove ata që t'i shkatëronin. Tani ja ku janë, po na shpërblejnë duke ardhur këtu e duke na nxjerrë jashtë pronave të tua. A e sheh ndonjë këtë që shoh unë? Ai duhet ketë bërë ndonjë shkollë psikologjie. Patjetër, duke ardhur të na dëbojnë nga trashëgimia jote që na ke dhënë në zotërim. Së pari Jozafati thot sa i mrekullueshëm është Zoti. Pastaj tregon veprat e fuqishme që ai ka bërë në të kaluarën. Pastaj përmend problemin sikur të jetë një shtojcë e shkurtër. Ne kalojmë shumë kohë duke folur për problemin dhe shumë pak kohë duke folur për gjëra të tjera. Pastaj ai përmend problemin e tij si një shtojcë. Tani ai po përfshin Perëndin personalisht duke i kujtuar atij se është trashëgimia e tij ajo që armiq donin të vidhnin. 2 Kronikave 20:12. Kjo është një pjesë e rëndësishme e këtij predikimi. O Perëndia yna, nuk do t'i dënosh ata. Numër 1, sepse ne jemi pa forcë përpara kësaj shumice të madhe që vjen kundër nesh. Numër 2, nuk dim çfarë të bëjmë. Dhe numër 3, sytë tanë janë drejtuar tek ti. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ai po thotë, ne nuk kemi forcën ta mposhtim këtë armik, nuk mund ta bëjmë këtë gjë pa ty. Nuk dim ç'të bëjmë dhe po të përpiqemi, por syt i kemi tek ti. Le ta sjellim në nivelin e jetës sonë të përditshme. A jeni përpjekur ndonjëherë të ndryshoni një qenie njerëzore? A jeni përpjekur të ndryshoni bashkëshortin? Tani dëgjoni, unë kam vuajtur shumë vite për këtë. Para se të arrija. Të thosha, Perëndi, unë nuk kam forcën të ndryshoja asgjë, dhe edhe po të mundja nuk do ta bëja, sepse kam provuar çdo gjë dhe nuk funksionon. Por tani më në fund, Perëndi, i kam drejtuar syt tek ti. Ndonjëherë na duhet pak kohë që më në fund t'i drejtojmë syt tek Perëndia dhe të kuptojmë se ne nuk kemi atë forcë që duhet për të bërë atë që duhet bërë. Amen. Ka një premtim në Bibël, nëse kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndis mbi çdo gjë tjetër dhe drejtsinë e tij, ai do të na jap çdo gjë që na nevojitet në çdo zonë të jetës sonë. Pavarësisht se me ç'betej po përballeni, Perëndia do t'ju ndihmojë në atë betejë. Vërtet, ju tashmë keni fituar, thjesht duhet të qëndroni fort dhe të zbatoni fitoren që Jezusi tashmë ju ka dhënë kur vdiq në kryq për ju. Jetoni me pritshmërinë se gjëra të mëdha do të ndodhin në jetën tuaj.